Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e zhvillimit të një avioni luftarak me dy motorë që do të njihet si F-55, si edhe një përmirësim të F-22 Raptor të Lockheed Martin, që do të quhet F-22 Super, tha presidenti amerikan Donald Trump. Ai foli në një takim të liderëve të biznesit në Doha, një ditë pasi njoftoi një sër marrëveshjesh biznesi, përfshirë një porosi nga Katari për 160 avion komercial Boeing. Trump ju referua F-55 si një përmirësim i F-35-së së Lockheed Martin. Ai gjithashtu theksoi rolin e projektit të ri të dominimit ajror të quajtur F-47, që është dhënë së fundmi Boeingut, dhe tha se Shtetet e Bashkuara po shqyrtonin njëkohësisht përmirësimin e avionit luftarak super sekret që do të zvendësojë F-22. Ne do të bëjmë një F-55 me dy motorë dhe me një super përmirësim të F-35-sës dhe pastaj do të bëjmë F-22-shin e ri, tha Trump. Mendoj se avioni luftarak më i bukur në botë është F-22, por ne do të bëjmë një F-22 Super që do të jetë një version shumë më modern, tha ai. Muajin e kaluar, Trump i dha Boeingut kontratën për F-47, një zvendësues i avionit luftarak të Lockheed Martin, F-22, i cili shihet si avioni luftarak më i përparuar i gjeneratës së 6 të Amerikës. Lockheed Martin, që humbi përballë Boeing në garën për avionin e dominimit ajror të gjeneratës së ardhshme, ka thënë se tani po shqyrton planet për një avion luftarak të gjeneratës së 5+.